Receta me vezë që ju heq 10 vite nga fytyra, ja si ta përgatisni. Nëse rrudha dhe lëkura e lëshuar në fytyrë ju shkakton telashe, duhet të provoni edhe pastruesit natyral. Kombinimi i vaj të kokosit dhe sodës së bukës është një gjendje që pastron thellësisht lëkurën në fytyrë, duke depërtuar në pore dhe në efikasitetin e eliminimit të akneve dhe njollave të zeza. E pastron lëkurën tuaj, largon ndotje dhe lehtëson lindet e lëkurës. Soda e bukës mund të përdoret me qëllim përfshirë edhe bukurinë. Jo vetëm kështu, por mund ta aplikoni gjithashtu edhe përdorimin e vezës si një zgjidhje natyrale për shëndetin e lëkurës. Maskat me të bardhën e vezës do të ndihmojnë ndjeshëm në rigjenerimin e lëkurës suaj dhe do të kthejnë gjithashtu edhe shkëlqimin e munguar. Aplikimi i saj të paktën 30 minuta përpara se të shkoni për të fjetur dhe më pas të qëndrojë për 15 minuta dhe të lahet me ujë të rrjedhshëm do t'jap rezultate fantastike në dukjen e lëkurës.